Si do dallojmë një bluzë Prada origjinale nga një bluzë fake? Në videon e sotme do ta zbulojmë së bashku. Gjëja e parë që vëmë re te bluza origjinale e Pradës është materiali, i cili është shumë herë më i butë dhe i lëmuar se sa tek bluzja fake, e cila ka një material më të ashpër dhe një pambuk kualitet shumë herë më të dobët. Qepja tek jaka, edhe pse ky nuk është 100% i njëjti model, Prada përgjithsisht përdor të njëjtën lloj qepje nëpër jaka, e cila është qepja e fshehur e jakës, ndërkohë që këtu tek modeli falso kemi një qepje të dukshme. Pjesë tjetër shumë e rëndësishme që e bën çdo produkt Prada lehtësisht të dallueshëm është Aurora Blockchain Consortium, i cili ka një NFC brenda materialit, të cilin ju me telefonin tuaj mjafton ta afroni tek kodi përkatës dhe menjëherë shikohet Prada Aurora Blockchain Consortium Digital Certificate of Authenticity. Ka fake të tjerë që e kanë të kopjuar detajin e NFC-s, por të çojnë te websajti Pradës, thjesht prada.com. Gjë që mund ta bëj kushdo. Më pas kalojmë te qepja. Tek produkti origjinal, qepja vjet e re është shumë herë më cilësore, më me detaje, sepse je përdoren makineri shumë specifike për t'i qepur këto lloj produktesh luksi. Te produkti fake vjet e re një lëmsh i vërtet në qepje, tek cepat ku janë dhe pjesa më të vështira, ndërkohë te produkti origjinal kemi një qepje shumë të rregullt ku puthen të dyja copat, ndërkohë te kjo është vetëm një copë dhe po prapë është e bërë shumë keq. Trashësia e qepjes që bëhet nga makineri të cilësisë së dobët, ndërkohë këtu kemi një qepje shumë të rregullt, të hollë fine, me detaje të punuara me shumë kujdes. Ndryshimin e materialit të etiketës, ku tek Prada fake është shumë herë më e ashpër se sa te Prada origjinale që vjen si saten e lëmuar. Më pas, cilësia e jakës, po marrim të zezën, është më e ashpër dhe më pak elastike. Gjithashtu, te logo e Pradës, bluzja fake ka të njëjtin material që përdoret si poshtë logos, gjithashtu dhe sipër logos. Ndërkohë, te bluzja origjinale kemi detajin e një cope tjetër poshtë logos dhe material tjetër sipër logos. Dhe nuk janë njësoj si materiali i bluzës, në të kundërtën e produktit fake që i ka të treja materialet njësoj si bluzja. Kjo bluzë fake, mas disa të veshurash, do filloj të mbaj erë për shkak të cilësisë së dobët të pambukut. Ndërkohë bluzja origjinale, patjetër që do kujdes në larje, duke qenë se është përdorur një cilësi e tekstilit shumë herë më e lartë, por është një bluzë që do ju rezistoj me vite pa u dëmtuar. Detaj tjetër që vëmë re është etiketa e bluzës fake, është e futur në një qese plastike të cilën Prada nuk e përdor thuajse asnjëherë. Etiketat e Pradës janë të tilla dhe brenda ka dhe certifikatën që tregon autenticitetin e produktit sërish. Ka produkte fake që e vendosin dhe këtë, por nuk të çojnë siç e përsëris tek Aurora Blockchain Consortium, që provon certifikatin e autenticitetit, por tek prada.com, tek dyqani online i Pradës, i cili nuk ka asnjë lloj efekti në lidhje me provimin e autenticitetit të produktit. Kaq që ishim për këtë video miq, uroj të kemi ndihmuar sadopak për të kuptuar se si të dalloni një produkt fake nga një produkt origjinal. Këto detaje që ju dham mund t'i përdorni në çfarëdo lloj produkti, sepse janë detajet ato që bëjnë diferencën. Në produktin origjinal, ku është përdorur një punë artizanale shumë cilësore, në të kundërt nga një produkt fake i cili bëhet në një fabrikë të standardeve shumë të ulta me makineri të dobta, të cilat nuk i përshtaten produktit në fjalë. Kaq që ishim për këtë video miq, ju përshëndesim.